flasim pak për një person kur i ka humbur ndjenjat, kur ka nevojë të bëhet një reanimim kardiopulmonar atij personi. Personi kur i ka humbur ndjenjat, domethënë shikojmë personin për agushmëri dhe nëse merr frymë. Pastaj bëm palpimin në arterin karotide. Kjo është e rëndësishme. Nëse këto nuk i kemi, atëherë duhet të fillohet menjëherë me reanimim kardiopulmonar. Në rast të jashtë emergjencë, domethënë thirret ekipa, lajmërohet ekipa, thirret urgjenca, ndiset defibrilatori nëse ka defibrilator, nëse jemi në ndonjë qendër tjetër, edhe fillohet me komprimimet e gjoksit. Komprimimet e gjoksit bëhen në të drejtën e poshtme të sternumit mbi procesus ksipoidos dhe vazhdohet me 100-120 kompresione. Domethënë sa më shpejt që është e mundur, me një forcë deri në 2 inç, domethënë 5 cm thellësi. Dhe për çdo 30 komprimime jepen edhe 2 frymarrje. Pastaj presim ekipën e emergjencës ose urgjencës edhe prap vazhdohet kështu nëse është vazhdohet derisa të mrinë në emergjencë. Ndërsa në emergjencë është pak më ndryshe sepse është ekipa, defibrilatori, është rati i reanimimit, domethënë jemi të përgatitur për këto raste dhe fillohet menjëherë, domethënë fillohet reanimimi kardiopulmonar, monitorohet, via venoze vetëm gjendet, vendoset, edhe pastaj fillojnë domethënë komprimimet e gjoksit, frymarrja 30/2, mirë po çdo 2 minuta duhet të bëhet ndrimi i ciklit për shkak të lodhjes së stafit, edhe duhet të sigurohet intubimi endotraheal, sigurimi i oksigjenit. Pastaj pasi të vendoset domethënë oksigjeni me domethënë endotraheali, atëherë kemi frymarrjen, domethënë sado që vazhdojmë komprimimet, frymarrja do në 5-6 frymarrje në minutë. Pastaj ndesim defibrilatorin, shohim nëse pacienti po na kalon në tahikardi ventrikulare, fibrilacion ventrikular që kemi nevojë ta godisim me elektroshok. Japim bari parë është adrenalina që jepet çdo 3 deri në 5 minuta. Mirë po, domethënë vazhdohet për 2 minuta cikel, vazhdojmë prapë nëse kemi tahikardi ventrikular, fibrilacion ventrikular, atëherë vazhdojmë me konvertim me dozë 120 deri në 200, domethënë është doza fillestare nëse është bifazike, ndërsa nëse e kemi monofazike është 360 gjul. Vazhdohet për 2 minuta, jepet adrenalina, pastaj jepet amiodaroni 300 ml, vazhdohet cikli prapë për 2 minuta, komprimime gjoksit, defibrilim ose konvertim, nëse kemi fibrilacion ventrikular, tahikardi ventrikulare. Mirë po, nëse kemi asistole dhe aktivitet elektrik pa puls, atëherë vazhdohet vetëm me komprimimet e gjoksit dhe me adrenalinë. Domethënë kjo metodë, kjo vazhdon kështu në bazë të Tintinillit dhe American Heart Association, domethënë kjo vazhdon 20 deri në 30 minuta. Mirë, por nëse nuk kemi përmirësim të pacientit, mas 30 minuta domethënë mund ta ndërprejmë, po mbaret edhe nga shkaktari edhe nga pacienti. Nëse është pacienti i ri që ka zemrën më të fortë, na tentojmë të vazhdojmë akoma edhe deri në 1 orë reanimim. Si qytetar, a jemi të informuar për një reanimim të tillë? A dim të bëjmë? Unë mendoj që çdo person që ka lejen e kirrit duhet ta dinë. Po janë marrë edhe kurse për këto, kështu që besoj që disa e dinë, po nuk mund të them që e dinë plotësisht. Po sa është e nevojshme? Është e nevojshme shumë. Shumë se është nevojitet minuti, domethënë për shpëtimin e një jete. Kështu që është shumë e nevojshme për me ditë krejt popullata. Reanimimi kardiopulmonar a dallon tek foshnjat edhe tek njerëzit tjerë? Si duhet të bëhet te foshnjat? Dallon reanimimi kardiopulmonar, sepse në raste të komprimimi edhe te jepet doza më të vogla. Te fëmijët reanimimi bëhet në tretën e poshtme të sternumit. Mirë po bëhet me një rendor me shuplakën e dorës dhe bëhet prapë edhe ky bëhet në thellësi deri në 4 inç ose 5 cm. Mirë po të foshnjat bëhet vetëm me 2 gishta. Këtu është dallimi që bëhet, edhe të dozimit terapisë, normal që është doza më e përgjysmuar të fëmijët dhe të foshnjat.